Shau, dita e 10 e grevës së urisë pa afat dhe bojkoti i përgjithshëm i punës nga ana e punonjësve të fushës. Çfarë strategjie të reja jeni duke ndjekur tashmë? Sot jemi në ditën e 10 të grevës së urisë dhe ditën e 10 të grevës ku punonjësit kanë pezulluar punën dhe na bashkuar ne. Ne sot në mëngjes në orën 7 kemi dalë përballë zyrave të kompanisë Bankers ku kemi bërë thirrje për të realizuar kërkesat tona. Ne kemi vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Gjithashtu, një grupim nga organizatat shoqërisë civile na janë bashkuar, kanë dalë sot përballë ministrisë për të treguar dhe ata mbështetje ndaj nesh. Djemtë janë të vendosur për të qëndruar deri në fund. Ajo që kemi kërkuar është rritja e fondit të pagave, dhe shpërndarja e fondit për pagat e ulta. Për pagat për punonjësit që janë në fushë, për punonjësit që punojnë aty 24 orë në 365 të vitit, në kushte të vështira, në shi, në borë, në breshër, në temperaturat të larta dhe të ulta. A ka patur ndonjë reagim mëngjesin e sotëm nga përfaqësues të kompanisë në momentin që keni dalë para zyrave? Nuk ka pas reagim, përveç se drejtuesit të fushës një shtetas kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonjësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonjësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonjësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë. Dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara, ku ne kemi zhvilluar 3 tubime përpara se të zhvillojmë me grevën dhe punonjësit janë thirrur në zyrë dhe është thënë ti ke qenë pjesë e tubimit, Është thjesht formë intimidimi. Ndërkohë ju keni dërguar një letër edhe kryeministrit Edi Rama dhe ministrisë përkatëse, por edhe institucioneve të tjera. Cila është përgjigjja që keni marrë deri tani? Deri tani ka kthyer përgjigje vetëm Inspektorati i Punës, i cili ka hapur një çështje për inspektim. Kanë njoftuar që ka hapur çështje për inspektim. Si është gjendja shëndetësore, kolegë? Gjendja jon të jetë e rënduar. Një nga djemët është dërguar në spital ku ka marrë trajtime të specializuar dhe pas 5-6 orësh trajtimit në spital është kthyer përsëri, madje është këtu. Sot është mirë. Gjithashtu 3 nga djemët e tjerë kanë marrë injeksione këtu tek zyrat ku janë shtrirë. Pak më mirë sot, por që vazhdon të jetë rënduar. Atëherë dita e 10 e grevës, si është gjendja juaj shëndetësore? Gjendja është e rënduar, është goxha e rënduar. Një prej kolegëve tanë dje e mori ambulanca se nuk e përballan më. Kishte me tension të lartë, me aritmi, po edhe në të tjerë drejt asaj do vemi me çasho. Sa mund të rezistoni duke patur parasysh që kompania nuk ofron asnjë sitje konkrete, paktën deri tani? Ne, nëse nuk na nxjerr ambulanca, këtu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjeku na thot dilni se është çështje serioze. Jeni vendosur gjithë? Po. Jemi vendosur. Na vjen keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Përderisa e pohojnë që jemi një familje, do thotë që duhet të interesohet për ne. Është një vetë se të njerëkës nga ana e kompanisë? Të njerëkës, po. Ca të njerëkës, ca të nënës këtu. Megjithatë, familja thash interesohet për fëmijët e vet, për familjen e vet, ndërsa këta nuk interesohen fare. Atëherë në ditën e 10 të grevës së urisë. Situata është shumë e vështirë për ne. Dje isha vetë i parë që lajmërova ambulancën pasi isha shumë me tension të lartë, nuk po doja dot më. Por erdhi më bën një injeksion edhe më thanë për të dalë, por nuk dëshirova. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për veten tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Ne jeni vendosur të rrezikoni dhe shëndetin tuaj? Derisa të mbajmë, patjetër që po. Është kauzë e drejtë. Ne të gjithë tu kemi familje jashtë, me zi presin ne të dalim, por do durojmë. Çfarë pozicioni keni në fushë? Unë jam operator, prej 10 vitesh në këtë kompani. Dhe si trajtojeni financiarisht? Financiarisht, disa trajtojnë mirë, disa shumë keq. Nuk ka një standard. Në të njëjtin pozicion? Në të njëjtin pozicion. Nuk ka standard. Ne këtë kërkojmë. Krijojmë standarde për njerëzit, sepse po punojnë në kushte të vështira. Është diçka e drejtë që kërkojmë. Nuk po kërkojmë. Keq që fusha është pa ju këtë ditë. Na vjen shumë keq. Ne jemi fusha është e jona. Ne nuk duam të ikim. Do rrim këtu, do qëndrojmë.
kinezët dhe kushdo tjetër, kushdo ta marrë kompaninë, do iki një ditë. Jemi shqiptar, jemi këtu, po punojmë për veten tonë, për familjet tona. Kemi lënë familjet jashtë të gjendruar këtu. Më vjen shumë keq. Realisht presim një zgjidhje nga kompania. Ju faleminderit. Bëj një okay. Ju jeni një ndër punonjësi që jeni bashkuar bojkotit përgjithshëm të punës. Po. Atëherë jeni vendosur kaosën tuaj. Po, jemi të vendosur deri në fund, sot është dita 10 e grevës së urisë dhe grevës së përgjithshme. Ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund sepse është një drejtë që na takon. Ideja është që ne po na trajtojnë jo si inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne e duam vendburimin në shtijoni, e duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionista, se ideja është, thot kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Nuk e di se si mund ta mbash një profesionist me $700, nuk e di, këta e din, por ideja është ne jemi të vendosur deri në fund, të japim zgjidhje, të trajtojmë me dinjitet ashtu siç na takon. Ju keni kërkuar kompanijës që të ketë rritje page? Po, Pozicioni ku jeni? kemi kërkuar dhe herë të tjera më përpara dhe kompania gjithkohës shkon me mospërfillje, domethënë është e njëjta histori, e përsëritur. Është e vështirë ta arrish deri tek drejtuesit e kompanisë? Nuk është se është e vështirë të arrish te drejtuesit e kompanisë, por e vështirë është të marrësh atë që ti do dhe të trajtohesh ashtu siç ne e meritojmë. Një apel që keni për gjitha institucionet, duke qenë se nuk ka një reagim. Apeli për institucionet, siç e thash dhe për kryeministrin, ne kemi vënë ndjeni, kemi nisur një letër zyrtare, është që të reagojnë sepse kjo është situata, është si është dita e 10 sot edhe nuk kemi një reagim as nga institucionet. Edhe ju jeni një ndër inxhinierët e rinj të kompanisë, inxhinier por inxhinier shkruajnë pankartat tuaja. Po, e vërtet, kemi mbaruar për inxhineri, shumë prej nesh këtu. Siç dhe kolegu e tha, vuan shtetit kërkon për profesionist, por mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jonë, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. Jemi të vendosur për këtë gjë, gjithashtu dhe unë dua t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve, Ministrisë Energjetikës, AKBN-s, Kryeministrisë. Jemi këtu o vëlla, po kërkojmë të drejtë. 10 ditë, nuk ka ardhur nga asnjëri për ne të pyesë të interesohet, 10 ditë. Gjithsesi jemi të vendosur edhe shpresojmë që të arrihet një marrëveshje sa më shpejt.